Fatkeqësisht kjo tash më ngjason me një epizod të një seriali që ja dim epilogun. Pra KQZ-ja me vendimin e së shtunës pra për t'u sjell në një mënyrë në radh të parë krejt të papërgjegjshme dhe së dyti krejt të kundërligjshme, vendosi që të mos e përfshi listën serbe në kuadër të rezultateve të shpallura, por që në anën tjetër ishte paradoksale sepse po ishin ata të sigurt që ky vendim është i duri, atëherë ata është dashur që këto mandate ja japin dikujt tjetër, sepse s'mund t'i lësh pozitat vakante. Nuk ka sens as në praktik që të vendosësh që nuk do t'i njehsh rezultatet e një partie të caktuar, cilën ata i kanë fituar. Tash arsyet janë. Me cilën arsye aty të Tash aty janë dy linja të veprimit politik fatkeqësisht. E para është kjo lëvizje dhe vendosje që për shkak të diskursit të saj të instaluar përgjatë viteve të fundit, pas vitit 2021 e tutje sidomos, vlerëson që lista serbe nuk është parti e rregullt as kushtetuese, por që po kishin pretendime të tilla, meqense kanë gjithë aparatin shtetëror le të themi në pushtetin e tyre, kanë mundur që të ndjekin procedurat ligjore dhe ta shpallin eventualisht parti. Por problemi është që kur vije çështja tek shpallja një mend si entitet terrorist, ata stepen duke thënë që ne se kemi këtë kompetencë, e pastaj e pas kanë kompetencë që të vendosin që ta përjashtojnë jo vetëm një parti, sepse fundja nuk është fare e rëndësishme këtu lista serbe. Pra po flasim për afërsisht 40.000 qytetarë cilët ja kanë dhënë besimin këtij subjekti politik. E që si till nuk mund ta anashkalojmë. Nesër mund të jetë kushdo tjetër. Kushdo parti. Ky është pra precedenti Para disa vitesh ishte një subjekt tjetër, Partia Liberale. Fiks. Unë në fakt ky është problemi më i madh sepse ngapën me këtë dramë të heroizmit së paku si e tillë, sepse këtë drejt kishin pushtetin, mekanizmat në zbatim dhe mund të konsumonin çdo procedurë nëse ka dyshime që si subjekt politik kjo parti ka platformë antishtetërore për Kosovën, ka platformë hegemonike, fashiste, raciste, tjera. Unë në fakt besoj që sidomos me këto veprimet e përsëritura, pra vetëm këtë proces zgjedhor është hera e tretë që po kemi një situatë të tillë dhe përgjatë vitit 2025 kanë qenë 4 apo 5 raste të ngjashme që tregon se mbase në fakt qëllimi nuk është fare që të përmbyllet ligjërisht si çështje, më shumë është përpjekje për ta mbajtur si temë e që si kartë elektorale për shkak të një niveli, unë besoj që shkon përtej normales të populizmit, po tentohet që të mbjetohet në diskurs gjëja se janë pro apo kundër dikujt, ndërsa e kanë të qartë që çështja është e mbyllur në fakt, ata e dinë edhe çfarë do të vendosë PZAP-ja, ata e dinë edhe çfarë do të vendosë eventualisht Supremja, por mbase kjo është pjesë e një strategjie pastaj për të sulmuar edhe këto institucione.